Gjykata komerciale realisht është, ta themi kështu, agenda e përditshme juana që 2 vite, dhe thënë. Edhe si rezultat, po edhe si diskutim, me thonë drejtën. Ka absolutisht, ka njoftë, si me thonë, dimenzionin e suksesit, është mbështetë shumë, edhe prej USAID-it, ambasadës amerikane, qeverisë amerikane në këtë rast. Ka gjyqtarja zakonisht të mirë, ka performu mirë, por ka dhe shumë debate mbi praktikën e kësaj gjykate. Dhe unë po isha edhe tani, diskutimet që bëhen mbi vendimarrjen, absolutisht ne e nxisim dhe inkurajojmë dhe udhëzojmë dhe bëjmë thirrje që në çdo rast secili vendim të ankimohet, të ndiqet shkolla 2, të ndiqet gjykata supreme, në mënyrë që të shikohet nëse vendimi është i përligjshëm dhe jo të shfrytëzohet në çdo rast fuqia mediale për me kontestuar se cilin vendim dhe me ngrit, si më thon, narrativa mbi lishmërinë e vendimit të gjyqtarit e tjera, se mund të jetë kjo absolutisht e dëmshme. Ne e dim që në gjykatën komerciale çështjet i kanë kompani të fuqishme që kanë potencial me bërë dhe me ndërtuar dhe opinionin publik në një formë apo formën tjetër. Por që edhe gjykatën e kemi nxit që me qenë krejtësisht transparente për punën e saj, absolutisht, dhe më besoj që është transparente. Tash ka një ndërveprim me konceptin e gjykatës administrative. Ligji për gjykatën administrative është miratuar në Kuvendin e Kosovës, është një gjykatë kushtetuese, dhe në momentin kur kalon gjykatë kushtetuese, pse është vetëm për votim, nuk është në merit. Pra i bën që nuk mund të kemi, po shpresoj, ndryshim për mbajtjen, edhe nëse do të kemi një vendim që me kthy eventualisht ligjin Kuvend, shpresoj që nuk kthehet, sepse është në interes të policisë Kosovës me kry këtë reformën e drejtësisë administrative. Atëherë, 2 departamente, respektivisht divizioni i gjykatës komerciale, do të kalojnë në gjykatën administrative. Divizioni fiskal dhe departamenti administrativ kalojnë në gjykatën administrative. Ne kemi bërë këtë përgatitjet, pavarësisht që nuk është leju asnjë zyrtar shtesë apo gjyqtar për këtë gjykatë, pra është cilë e çuditshme, po e them kështu, krejtësisht e qeverisë, vetë kanë bërë vlerësimet për ligjin për gjykatën administrative, sa do të jetë numri gjyqtarëve, sa do të jetë kosta, sa do të jetë shtesa, dhe realisht me buxhetin e vitit 2025 kemi 0 mbështetje. Megjithatë, ne kemi gjithë hapësirat të brendshme duke reduktuar resurset për gjykata të tjera dhe jemi të gatshëm me themelu gjykatën administrative. Mirë, po kam përshtypjen që absolutisht kjo nuk më kupton që është një ide ose një nismë individuale, por kam përshtypjen që në të afërt, nëse mërri me bo funksionale gjykata administrative gjatë këtij viti, atëherë do të hapet një diskutim i dytë nëse dhomat e shkallës 2 të gjykatës komerciale duhet të ndrojnë në gjykatën komerciale. Mas shumë di diskutim. Në këtë periudhë, domethënë, për shkak se kur je kryesuesi i KGK sigurisht që përballesh me gjithë perspektivat mbi se cilën sillen në gjyqësor. Edhe në këtë rast, domethënë, jam përballë në mënyrë vazhdueshme me këtë çështjen e gjykatës komerciale. Kam përshtypjen që ndoshta do të rivlerësohet mundësia që dhomat e shkallës 2 të gjykatës komerciale të kalojnë në gjykatën e apelit. Pra, të kemi gjykatë të specializuar në nivel të gjykatës shkallës parë, edhe administrative dhe komerciale, sepse administrativja pra është vetëm shkallën e parë të ndarë, sa shkalla 2 do të jetë departament në kuadër të gjykatës apelit, ndoshta do të ndiqet, kjo nuk varet nga ne, do të varet nga qeveria dhe Kuvendi, por që duket që idetë çojnë në drejtim që shkalla 2 të kalojë në gjykatën e apelit, në mënyrë që të mos kemi një kryetar për 2 instanca gjyqësore, por të kemi 2 instanca të ndara me menaxhmente të ndara dhe definitivisht të eliminohet një lloj perceptimi që mund të jenë proceset e ndikuara, edhe pse ne dimë se secili gjyqtar do ka identitetin e vet dhe ndikimi pothuajse nga brenda është i pamundshëm. Thatë që kjo gjykatë ka qenë deri tash transparente, por kryetarin e kësaj gjykate, zotin Tutuli, e pam që në mbledhjet e Këshillit u anku për shumë prej kërkesave që po vijnë për çasjen në dokumente publike. A do ta ketë çasjen e njëjtë KGK-ja që ketë transparencë të plot apo absolutisht është kufizime. Po e them kështu në metaforë, domethënë opshtimi vetëm i gjyqësorit është me kon transparent. S'ka këtë mbrapa, domethënë absolutisht. Pra ne e kemi ridizajnuar faqen e KGK-s të gjykatave, shumë shpejt do të ndërtohet koncepti, të zhvillohet dhe do të funksionojë gjykata me faqe re, ku tenton me i dhënë përgjigje pjesës dërmuese të kërkesa për çastje dokumente zyrtare. Pra me morë direkt, jo me drejtuar në zyrtarin në gjykatë. Kemi miratuar zosin e ri për publikimin e vendimeve dhe definitivisht është një proces më i thjeshtë sepse
heq disa nga nevojat e anonimizimit të disa dhonave, po e rrisim vëllimin e informatave, e kemi shndru zëdhënësit e gjykatave në zyra informimi, po investojmë në kapacitetet e këtyre, me strategjinë e re se të kryetarët e gjykatave duhet të ketë një gjyqtar këshilltar për media, pra që e mban të informuar në baza dytore dhe që jap, si më thënë, edhe rekomandime që përgjigjet dhe sillet të jenë përputhura me kodin e etikës në këtë rast për sjelljen për media, pra procesi i transparencës në gjyqësor nuk një kthe mrapa. Duhet të shkoj para deri në masën që kjo është krejtësisht e lejueshme. As ma tepër kur kam përshtypjen që edhe koncepti i monitorimit mbi gjyqësorin mund të reduktohet për arsye të ndryshme nga potenciali jashtë. Pra, gjyqësori ka të nevojshme me ndërtu sa më shumë kapacitetin që me bo punën sa më shumë që është të mundshme transparente. Pra, qytetarët duhet me ditë çfarë punohet në gjykata, si punohet dhe cilat janë proceset që i nxjerrin rezultatet në secilin vendim. Pra, sa mund të jetë e kuptueshme për secilit. Po ndalemi te ajo që është më problematika e që është llogaridhënia. Kjo vazhdon të mbetet sfidë. Ku jemi me llogaridhënien kryesues, sepse në shumë emisione kemi diskutuar, në shumë raporte vazhdon që të mbetet kritik kryesore, domethënë si të rritet llogaridhënia. Shohim që ka lëvizje, ka progres në disa fusha, ka numër të zgjidhjes së lëndëve, ka numër të gjyqtarëve që ndoshta po vlerësohet që mund të jetë edhe i mjaftueshëm qysh me rrit llogaridhënien. Sepse kemi pa në vazhdimsi që ndoshta ka pas raste vendime për cilat nuk kanë qenë edhe fort të kënaqur. E dim që krejt janë të kënaqur në palët kur ndodh një gjykim ose kur ka një vendim gjyqësor, dikush ndoshta dati pa kënaqur, po ka pas raste ndoshta që përveç që janë vlerësuar tituj si skandaloze, edhe në përmbajtje kanë pas ndoshta. Absolutisht, çfarë më thonë, në është që ne kemi në shumë raste unë jam përballë me kritika nga ana gjyqësore, domethënë për kryetarët e gjykatave më veçantë. Po për gjyqtarët, domethënë nuk si dinamike të tillë që në një farë formë mund të interpretohet si presion mbi gjykatat. Edhe e kam thënë se çdo takim që kemi shkuar në vizita në gjykata, gjithçka ka qenë planifikuar, me thënë drejtën. Na kemi zhvilluar në 3 vite e gjysmë në sistemin gjyqësor procese që u dashmë zhvilluar në 15 vite. Pra me zgjidhje 150 gjyqtarë në 3 vite nuk është e zakonshme, është e zakonshme për 15, jo për 3. Dhe kemi miratuar politika dhe monitorime, procese të tilla, po edhe rekrutime në administratë, që është duk si presioni mbi gjyqësorin.